Kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin Edi Rama. Mirë, shumë faleminderit. 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 Shumë faleminderit dhe në ndërkohë që do përpiqen të rregullojnë defektin teknik, që unë besoj që ishte i mirëseardhur se ishte orvajtja e fundit e syrit keq. Po e marr unë fjalën, dashura nëna, motra, bia, kudo ku jeni, sot ne jemi mbledhur njëkohësisht në të 12 qarqet e vendit, ku do zhvillohen 12 garat e përballjes elektorale për kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë për të nisur zyrtarisht fushatën e 11 majit. Dhe duke qenë se ishte e vetmja mënyrë për të lidhur bashkë të gjitha forcat komando të forumit gruas, ne menduam që më e udhës ishte të mblidheshin drejtuesit dhe koordinatorët e çdo qarku për të përcjell nga këtu dhe bashkë me ju për gjitha gratë dhe vajzat e Shqipërisë një mesazh të drejtë për drejtë. Shqipëria është grua. Europa është grua. Dhe suksesi i përpjekjes për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian varet në radhë parë nga nënat, nga motrat dhe nga bijat e Shqipërisë. Nuk ka asgjë që mua më bën më shumë krenar për Partinë Socialiste, sesa fakti që kjo forcë politike mbështetet fuqimisht nga gratë dhe nga vajzat e Shqipërisë. E thënë ndryshe, Partinë Socialiste e mbështesi në rang kombëtar 56% e zgjedhësve gra dhe vajza, ndërsa në qarqet caktuara kjo mbështetje shkon deri në 65%. Kjo do të thotë se tek burrat dhe djemt mbështetja është më e ulët për ne se sa tek gratë dhe vajzat. Dhe nëse tek gratë dhe vajzat avantazhi ynë ndaj kënetës është goxha i madh, tek burrat ai është ndjeshëm më i ngushtë. Por ama sinqerisht mbështetjen kuptim plot, prekse dhe inkurajuese të pjesës më të ndjeshme, të pjesës më
të pjesës më të arsyeshme, të pjesës më sakrifikuese të popullit shqiptar, që janë gratë dhe vajzat, unë nuk do të ndroja kurrë me mbështetjen e pjesës tjetër. Mbështetjen e burrave dhe djemve, të cilën pa diskutim e çmoj shumë, si çmoj çdo shqiptar dhe çdo shqiptare që na mbështet. Por mes dy palëve nuk ka asnjë diskutim që unë zgjedh gjithmonë të parat, nënat, bijat dhe motrat. Dhe jo për një, as për dy arsye më shumë, po për më shumë se sa një apo dy arsye. Prandaj edhe sot, në ditën e rënies së gongut të fushatës zyrtare zgjedhore, nuk mund ta nisnim këtë etapë të fundit drejt finishit të 11 majit, përveç se këtu, përveç se kështu, me gratë dhe vajzat, që duke e njohur nga brenda organizimin e Partisë Socialiste, mendoj se meritojnë të quhen me plot gojen komandot e armatës tonë fitimtare në të gjitha qarqet e vendit, të cilat bashkëdrejtojnë dhe koordinojnë veprimtaritë e të gjitha njësive të skuadrës, tani më jo vetëm brenda, por dhe jashtë Shqipërisë. Dhe ju falenderoj të gjithave ju këtu në këtë sallë dhe në të gjithë 11 sallet e tjera, dhe përmes jush u çoj një përqafim vllazëror shoqeve, bashkëpunëtorëve tuaja, në çdo nivel të organizimit të partisë dhe deri në çdo njërin nga 5202 organizatat socialiste, duke i falenderuar edhe ato një për një për punën fantastike që keni bërë të gjitha bashkë, për punën në qëndisjen me durim për ditë prej thuajse 2 vitesh, po sidomos duke filluar nga shtatori i shkuar, në të gjithë territorin e Shqipërisë, të flamurit të fitores son. Ai flamur që ju keni qëndisur me shumë durim, zonë më zonë, njësi, qendër votimi, do të ambuloj të gjithë hartën elektorale të 11 majit. Dhe në mëngjesin e 12 majit, Shqipëria do të gëdhijet e gjitha e mbuluar me rozë, që është ngjyra e grave dhe vajzave, por që është edhe ngjyra e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Partia Socialiste dhe fuqia e gruas dhe vajzës shqiptare nuk janë sot rastësisht të ndërlidhura kaq shumë me njëra tjetrën. Kjo është një sinergji që është aktualisht shumë domethënëse, sepse ka nisur të krijohet qysh 20 vjet më parë, kur i sapo zgjedhur në krye të kësaj familje politike, unë shkoja vizitoja për herë të parë organizatat tona nëpër Shqipëri. Partia atëherë ishte në një depresion nga humbja, që riktheu aso kohë në krye të vendit bufin e kënetës sotme opozitare, por mungesën e dritës shpresës e bënte edhe më të padurueshme në ato takime mungesa e grave dhe e vajzave në shumë organizata. Nuk kishte asnjë grua dhe asnjë vajzë. Dhe pastaj ajo që e bënte komplet blackout, dëshpërues takimin e këtij lloji ishte përgjigja e pyetjes time pse nuk ka asnjë grua sot këtu, pra në organizat. Po ku ka gra këtu ke ne.
pra në zonë. Pastaj unë vazhdoj me përgjigjen, po juve kush ju ka pjellë? Dhe kur ata nuk reagonin, shtoja dhe pyetjen tjetër, po në shtëpi kush kujdeset për ju? Juve vetë për veten tuaj? Edhe gjithmonë e kam menduar, imagjinoni sikur të gjitha ju të iknit një muaj nga Shqipëria fare. Kur të ktheheshit, ju siguroj që ky vend do ishte i mbushur me burra, me mjekra, me flok gjata, të palar rrugëve, e të tjera e tjera. Dhe në ndërkohë, në atë kohë, parlamenti nxinte nga burrat si odë otomane, kurse qeveria e sapo formuar në mos gabon kishte vetëm një grua. Atëherë, këtu në këtë parti nisi dhe një revolucion gjinor që ushtri pastaj edhe jashtë kësaj partie, duke rritur gradualisht, por sistematikisht pjesëmarrjen e grave dhe të vajzave në vendimmarrje. Rruga e hapur më parë në Bashkinë e Tiranës, kur unë praktikisht e ktheva përmbys për hir vërtetës me ndihmën e paqmuar të Musa Ulqinit, që aso kohë ishte kryetari i Partisë Tiranës dhe mua më mbronte kurrizin nga gjithë shigjetat e aparatit. Raportin burra gra në rolet drejtuese, gjë që ushtri në Partinë Socialiste përmes listave në këshillat bashkiak dhe pastaj edhe për Kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë që qeveria jon tani më prej vitesh renditet në 500 e parë të klasifikimit të Kombeve të Bashkuara për pjesëmarrjen më të lartë të grave në kabinetet qeveritare, ndërkohë që Forumi Ekonomik Botëror e rendit Shqipërinë në vendin e 23 për progresin e bërë në të drejtat dhe përfaqësimin e grave. Megjithatë, asnjëherë të kënaqur dhe vazhdimisht në kërkim të ndryshimit, ne futëm para ca kohësh, e tha Evisi, edhe risinë e bashkëdrejtimit të organizatës nga një burr apo djalë dhe nga një grua apo vajzë, dhe sot në 5202 organizata në krejt territorin ne kemi 4963 që bashkëdrejtohen nga gra dhe nga vajza. E di që kjo risi nuk është e gjitha kaq e bukur sa duket, edhe sepse në jo pak raste ka probleme të pazgjidhura funksionale apo justifikime të kota burrash për mos funksionimin, ka dhe formalizëm apo fiktivitet në ndonjë rast, por në tërësi e gjithë kjo arritje e re është diçka tejet pozitive, të cilës, dhe këtë kam për ta parë, i bindur shokët tanë skeptik, të cilës do t'ja shohim vlerën e shtuar qysh pas 30 ditësh nga sot. Totali i grave dhe i vajzave në familjen tonë të madhe është rritur, edhe pse ende jo plotësisht mjaftueshëm, sipas meje, por jo pak. Nga më pak se 15% në thuajse 40%. Kemi sot 38.447 antare, për cilat unë ju kërkoj një duartrokitje. Po një duartrokitje të stuhishme. Por nuk duhet të ndalemi këtu, nuk duhet pajtohemi me veten, deri kur ta bëjmë 50.000 numrin e grave dhe vajzave në Partinë Socialiste. Dhe
Në gjoni, shëmbuj të mirë ka plot për sa po them dhe për sa lartë akoma ne mund gjitemi, dhe me gjithë se shoku Gramos mua gjithmonë më ka thënë mos lëvdon publik se nuk do I lëvdosh dot të tërë dhe pastaj do të hatërmbeten shumë më tepër se sa do të gëzohen, unë nuk heq dorë nga ky gabim dhe mos I mbetet hatri askujt këtu, po një shembull unë dua ta sjell, se e kam edhe shumë të freskët. Isha së fundmi në celulën elektorale të Kamzës. Dhe si gjithnjë kur shkoj atje në atë bashki, dola me shumë energji pozitive. Dhe në radhë parë, sepse Partia Socialiste e Kamzës është kthyer në një vatër të madhe kulture, politike dhe organizative, ku për ata që nuk e din dhe e shohin nga larg, duket sikur është zona ku udhëheq Rakip Pasha. Po ku në fakt tonin e japin gratë dhe vajza. Dhe nuk është e rastit që sot këtu janë 3 shoqe dhe vetëm një shok nga Kamza, dhe më shumë akoma edhe deputetja më e re të gjithë listës tonë për 11 majin është pikërisht një 20 vjeçare e Forumit Rinor të Kamzës. Tani, kjo për gjithë ata që e kanë idenë se me çfarë lidhej fjala Kamës deri para ca vitesh, dhe jo më për ne që na ka çuar rruga, na ka çuar detyra në rrugët qorre të Kamzës aso kohë, është diçka që nuk mund të imagjinohet, apo jo. Po kur mendon se në këtë rast nuk është diçka simbolike, po në këtë rast është pasqyra e një realiteti komplet të ri, ku pikërisht fal afrimit, fal pranimit, fal mobilizimit në numra, po dhe në cilësi shëmbullore të grave dhe të vajzave të Kamzës, Partia Socialiste ka krijuar vlerën e shtuar atje sociale që e ka përmbysur totalisht realitetin e zymt të asaj zone. Të asaj zone që deri dje ishte shëmbulltyra më triumfale e kënetës në çdo drejtim. Dhe kjo sot, jo vetëm që është e imagjinueshme, por është e prekshme reale atje, dhe në një farë mënyre është edhe e detyrueshme për të tjerët që ta marrin Kamzën si shembull rrezatues për të gjithë organizatat e partisë sonë. Dhe nëse ajo që deri dje mund të dukej një mrekulli e pa realizueshme në praktik, është bërë reale, pikërisht, në Kamzën e burgosur me dekada brenda mureve të një patriarkalizmi asfiksus, atëre ju të parët, gratë dhe vajzat e Partisë Socialiste, duhet të jeni më të bindura se çdo kush tjetër, dhe pastaj të gjithë shokët tanë të armëve duhet binden se nuk ka pik, nuk ka mal, nuk ka lugin, nuk ka qendër, nuk ka periferi në territorin e 28.000 km2 Shqipërisë, ku nuk mund të ndizet me të gjithë forcën e vet drita e barazisë gjinore që e ka bërë Partinë Socialiste të Kamzës jo një skuadër fituese, po një skuadër kampione. Dhe ajo çka gratë dhe vajzat mund sjellin për Partinë Socialiste dhe për Shqipërinë, përmes Partisë Socialiste, është një vlerë e shtuar, është një vlerë shumë e veçantë, shumë speciale, që me gjithë dëshirën e madhe, burrat dhe djemt nuk e krijojnë dot.
pa gra dhe vajzat. Burrat dhe djemt mund ta krijojnë këtë që po them pa gra dhe vajzat, ajsa mund të krijojnë familje. Dhe ndërkohë që fakti është që kudo dhe kurdo, se kjo ka shumë rëndësi, që burrat dhe djemt ndjekin të njëjtën rrugë që ka ndjekur Rakip Suli në Kamës, duke e mbështetur vendosmërisht afrimin e grave dhe të vajzave në parti, dhe duke ju besuar atyre, tamam si Dibrani Qut, shumë përgjegjësi, rezultatet janë mbreslënëse. Ja dhe për shembull një tjetër shumë, i krijuar jo nga leadershipi i një burri, po i vetë grave. Shikoni Bulqizën, një bashki e drejtuar historikisht nga burrat, ku një grusht burrash atje, e kishin bërë kështu si me detyrim përcaktim për gjitha partitë politike, o një nga ne, o ne i hudhin votat ke të tjerët. Dhe sot, fal Kurajos, të drejtuesit politike të Dibrës, Belindës, që vuri një bas shumë të madh, duke mbështetur një kandidaturë të paimagjinueshme për atë territor atje, të një gruaje, Bulqiza drejtohet pikërisht nga ajo grua. Dhe zgjedhja e saj u përcaktua në radhë të parë nga një mobilizim i madh i grave dhe nga një çlirim psikologjik pastaj i shumicës, jo vetëm gra, po edhe burra dhe djem, që i braktisën ata cop burra atje të bërë bashkë për të vënë veton sa herë vinin zgjedhjet. Ose, ja ku e keni mamicën këtu, që është kthyer si hapse dyersh të pahapura prej vitesh, nga Kamza në Shkodër, me fitore, kuptohet, dhe tani në Kavaj, ku unë për veten time me zi pres ta shikoj qa do dali në 11 maj, aq më tepër në kushtet kur Kërneta ja gëlltiti Kavajës mu në thellësitë e zorrëve të veta, fitusin e primareve të gjithë Tiranës. Tani mos do e trokisni se është gjunafa i shkreti. Se ai besoi ke primaret edhe përfundoi duke u bluar në zorrët e Knetës, që i la me të dy gishtat ngoj demokratët e sinqert Kavajs, ndërsa ne i kemi dhënë atij qyteti 2 deputete në listën e mbyllur, që i kanë deputete, Elisën dhe Ilvën, kryetarën e kuvendit dhe zëvendësministren e turizmit, dhe 2 kandidat burra, ish kryeministrin e luftës Kosovës, shokun Pandi Lili, po, dhe një djalë Kavaja. Pra 4-0 është niveli i vlerësimit dhe i respektit për Kavajën, thjesht vlerësim dhe respekt mes Partisë Socialiste dhe Kënetës madhështore. Nuk po vazhdoj tani më tutje me shembuj tjerë, ka akoma, edhe pse s'ka aq sa unë do doja për i të vërtetës, por po e mbyll këtë parantezë duke u thënë të gjithë atyre që i bien fyellit tani më prej shumë vitesh po në të njëjtën vrim, se me dhe me kjo parti që për i të vërtetës e ka pasur problematikën e vetë si e gjithë shoqëria në një fazë të caktuar, ka mbështetjen e krimit, prandaj është e pathyeshme, dhe këtë e thon pa pushim njerëz që kanë vrarë
bulevard, me pushkët e shtetit, apo ata që pastaj mlefin e pangushlueshëm e kanë si motiv për t'u zgjuar në mëngjes edhe për të pritur deri në darkë kur turren nëpër ato moçalet e kënetës mediatike, për ato lomotitet analitike, që nuk ka asgjë më larg të së vërtetës nga kjo, sepse e para askush asnjëherë më parë nuk e ka luftuar korrupsionin dhe krimin siç kemi bërë dhe po bëjmë ne, por e dyta, ata le të vazhdojnë të bien aty fylli, ndërkohë që arsyeja pse ne jemi të pathyeshëm dhe garancia më e madhe e Partisë Socialiste në çdo përballje zgjedhore, jeni dhe bëheni gjithmonë më shumë ju. Gratë dhe vajzat e armatës tonë fitimtare. Ju sot keni 71 përfaqësuese në skuadrën tonë kombëtare të 11 majit. Dhe keni një të tretën e drejtuesve politik të Partisë Socialiste. Por shifra më e bukur është 52% që kuptim plot në listën e mbyllur. Në listën e mbyllur, i cili është i juaj, jo i burrave dhe i djemve. Unë kam besuar gjithmonë që e ndegun absurd të tifozllëkut, konfliktualitetit, luftës ftohtë mes kampeve politike këtu në Shqipëri, trashëguar nga e kaluara, mund ta ngushtojnë vetëm gratë dhe vajzat. Kurajoja qytetare e Zamirës, dekanes ekonomikut dhe deputetet son në listën e Vlorës, për të na u bashkuar ne, duke ardhur nga kampi tjetër, unë jam i bindur që nuk është asnjë rast i veçuar i një momenti elektoral, ndërkohë që gra dhe vajza të kampit tjetër u janë afruar apo dhe bashkuar disa njësive tona elektorale, edhe në 3 apo 4 qarqe të tjera. Unë i falenderoj ato që të gjitha, i siguroj që nuk do bëhen kurrë pishman, madje është e bukur se kur i kam takuar, më thoshin, ne nuk e dinim që ishte kështu Partia Socialiste. I mujtëm prisë se s'kemi parë gjë akoma, dhe dua të falenderoj edhe njëherë forumin rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, ku pikërisht një vajzë, kryetarja e forumit, që për i të vërtetës na e ka bërë malore garën në Vlorë në 2021, dhe njëkohësisht dhe nënkryetaria e rinisë demokratikase në shkallë vendi, Sara, hodhi një hap shumë kurajos të lëvizjes të gjithë forumit në krahun tonë. Jo për të antarësuar në Partinë Socialiste, dhe as për të ndrruar bindjet e tyre, po për ta vënë Vlorën dhe për ta vënë Shqipërinë në BE mbi kënetën. Dhe sigurisht edhe veten e tyre duke e braktisur kënetën, ku praktikisht, dhe nuk është për qeshur, u mbytën në mënyrën më të pabesë të gjithë fitusit e sinqert të farsës primareve. Ato primaret janë një spektakël bizantin hipokrizie politike që të kujton Komisionin e Festës të Ismail Kadares. Kush nuk i ka lexuar, i sugjeroj ta lexojë. Keni aty primaret nga fillimi deri në fund. Sot Kuvendi i Shqipërisë drejtohet nga një grua socialiste, e cila zëvendësoi një tjetër grua socialiste, jam i bindur që nuk është dhe aq e largët dita sa mund të dukej deri dje, kur Shqipëria do të ketë edhe gruan e parë kryeministre, dhe as nuk e diskutoj fare që do jetë socialiste. Po shikoni se si ne kemi rritur pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në kuvendet vendore, në këshillat bashkiake, ku ka qenë Partia Socialiste gjatë gjithë kohës, që ka tërhequr të tjerët, dhe ku në mënyrë të vazhdueshme ne këtë e kemi vënë si kusht
për të kaluar më tej në miratimet e ligjeve zgjedhore. Në 2011 kishte vetëm 12% gra dhe vajza. Në 2015 kishte 35% gra dhe vajza. Në 2019 kishte 43% gra dhe vajza dhe në 2023 kishte plot 50% gra dhe vajza. Që është një risi historike për Shqipërinë, por është edhe një risi absolute për gjithë rajonin ton, ku asnjë nga vendet e tjera as nuk na afrohet në këtë aspekt. Sot në administratën tonë publike, gratë dhe vajzat janë më shumë se sa gjysma dhe po ashtu më shumë se sa gjysma e drejtuesve në administratë janë gra dhe vajza. Por unë jam vërtet shumë i inkurajuar nga një fakt tjetër, që numri i grave sipërmarrëse në Shqipëri në drejtimin e ndërmarrjeve aktive ka arritur në thuajse 30%. Dhe kjo është një shifër e paimagjinueshme, një tjetër shifër e paimagjinueshme deri disa kohë më parë. Dëgjoni tjetrën, kur ne kemi ardhur në detyrë, gratë dhe vajzat me uniformën e policisë shtetit ishin më pak se 5%. Ndërsa sot ato janë 3 fish. Dhe kontributit të tyre, ja kemi parë hajrin dhe në disa pozicione të posaçme që u krijuan për to, në ndihmë të grave të dënuara, apo në mbrojtje të fëmijëve të rrezikuar. Ndërkohë që publiku e ka pritur shumë mirë dhe ju e dini shumë mirë edhe përfshirjen e tyre në patrullën e përgjithshme. 10% ishin gratë dhe vajzat në uniformë në forcat tona të armatosura, sot janë mbi 20%. Por, më e rëndësishme akoma është që 22% e tyre janë me gradë oficeri. Tani sinqerisht, unë nuk e di. Nëse ne do kishim arritur ta mbyllnim TikTokun dhe t'i merrnim në mbrojtje fëmijët tanë nga ato kanosit e frikshme të asaj platforme, pa ndjeshmërinë e posaçme të nënave të nxënësve dhe njëkohësisht të grave dhe vajzave mësuese, të cilat përbëjnë 80% të trupës kombëtare mësimore. Po ajo që unë di është se mbështetja e tyre për idenë e mbylljes së asaj platforme ishte pothuajse 100%, ndërkohë që e burrave jo edhe aq. Unë di po ashtu që ndocit më të mëdhenj të rrjeteve sociale nuk janë gratë dhe vajzat. Apo është tjetër kush. Ashtu si kundër dhe ndocit më të mëdhenj të gjithë me xhelisit të debatit publik dhe mediatik i përkasin botës mashkullore. S'po shkoj më tutje dhe jam i bindur që s'po them asgjë tre këtu, por qa thash dhe shumë çka tjetër që mund thuhet për gratë dhe vajzat në raport me burimet e problemeve tona sociale, tregon thjesht se sa më shumë shoqëria jonë ta pranoj dhe ta mbështes potencialin e tyre të jashtëzakonshëm, aq më mirë është edhe për burrat pa asnjë diskutim. Nga ana tjetër, njoja, mbështetja dhe promovimi i këtij potenciali nga ne, Partia Socialiste, si forca më e madhe politike shqiptarëve, ka një rëndësi të posaçme për të adresuar problemet ende jo të pakta dhe jo të vogla të botës grave dhe të vajzave në tërësi në botën shqiptare. Në të gjithë rrugtimin ton të shtetbërjes europiane, ku reformat shpeshherë të vështira, masat shpeshherë shtrënguese, mundësitë shpeshherë të pamjaftueshme që i kanë kufizuar jo pak dëshirat tona për të rritur më shumë shpenzimet buxhetore të shtetit në funksion të buxhete familjare, ne nuk e kemi harruar asnjëherë, asnjë minutë, se njerëzit janë arsyeja madhore e qeverisë sonë. Dhe në këtë, Partia Socialiste e ndihmon pikërisht krijimi i këtij kapaciteti shumë të posaçëm
të burimeve njerëzore gra dhe vajza që ka në të gjitha nivelet. Prandaj, sot, ne e kemi çuar buxhetin e shëndetësisë, pra kujdesi shëndetësor dhe mbrojtje sociale në 1 miliard euro. Prandaj dhe e kemi trefishuar buxhetin e ndihmës ekonomike. Prandaj dhe e kemi 4-fishuar buxhetin për shërbimet dhe kujdesit shoqëror. Prandaj dhe kemi krijuar dhe kemi financuar 84 shërbime të reja sociale nëpërmjet fondit social për rreth 44.000 përfitues, ku gratë dhe fëmijët në nevojë janë përfituesit kryesorë padyshim. Prandaj dhe kemi 2-fishuar ndihmën financiare për familjet me 3 apo më shumë fëmijë dhe për gratë kryefamiljare me 2 a më shumë fëmijë. Prandaj dhe kemi krijuar programin e veçantë për mbështetjen me subvencionet kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për gati 10.000 nëna të papuna me 3 dhe më shumë fëmijë, për cilat kemi financuar deri tani 25 milion euro. Prandaj e kemi krijuar dhe fuqizuar në vazhdimsi programin e bonusit bebes, duke mbështetur deri më sot afro 3 milion fëmijë të vegjël, bebe, me një vlerë që deri tani ka arritur 170 milion euro. Dhe prandaj, në mandatën e 4, do ta zgjerojmë rrjetin e shërbimeve sociale me 40 shërbime të reja sipas hartës nevojave territoriale, do krijojmë 20 ndërmarrje të reja sociale ku do të punësohen dhe të mbështeten rrethpar gratë dhe vajzat në nevojë. Programi i ri kombëtar Garancia për fëmijët është një nga gjërat më të bukura të mandatit 4, e kemi hartuar sipas modelit Bashkimit Evropian dhe do ta realizojmë në bashkëpunim dhe me bashkëfinancim me Bashkimin Evropian, me synim që të mbështesim rreth 100.000 fëmijë. Njëkohësisht, mandati i 4 do të sjellë një lajm shumë të mirë për nënat e fëmijëve autik apo me aftësi të tjera speciale, për të cilët do të arrisim mbështetjen aktuale deri në 2-fishimin e saj. Parafytyroheni se duket sikur ka qenë 100 vjet përpara, por nuk ka qenë 100 vjet përpara. Kur ne kemi marrë detyrën, kishte 0, asnjë mësues ndihmës në sistem për këta fëmijë. Dhe nënat, jo vetëm që nuk merrin asnjë lloj ndihme të asnjë lloj natyre për fëmijët e tyre, por duhet linin punën, duhet ndërprisin çdo lloj karriere, duhet të mbylleshin tërësisht në shtëpi dhe të bënin një luftë të jashtëzakonshme për të rritur këta fëmijë. Ne jo vetëm që kemi vendosur për herë të parë mësuesin ndihmës në shkollë dhe kemi ndërtuar një program të tërë për trajnimin dhe fuqizimin profesional të këtyre mësuesve, por sot nuk kemi asnjë shkollë në Republikën e Shqipërisë ku ka fëmijë të tillë dhe s'ka mësues ndihmës. Dhe sot janë 2100 mësues ndihmës, që do thotë kemi një mësues ndihmës për 2 fëmijë të tillë në shkollë. Por ama nuk do të ndalemi këtu, do të shkojmë më tutje. Ashtu si kundër, nuk e di apat, kemi filluar ndërtimin e klasave për fëmijët e shtruar në pediatri. Klasa të veçanta me kurrikull të veçantë që nga një anë do të ndihmojnë që fëmijët mos mbeten mbrapa në mësime, nga ana tjetër do t'ju krijojnë atyre hapësirë për krijimtari artistike dhe mbi të gjitha do t'u japin atyre ndjesinë që ata janë të mbështetur nga shoqëria dhe shoqëria po i pret të rikthehen. Boll shikosh programin e shërbimeve të veçanta shëndetësore për gratë për të kuptuar
se sa e rëndësishme është gjithë kjo që kemi bërë. Nuk është kur shikon shifrat në pamje të parë janë shumë të bukura, por po të shohësh se çfarë implikimesh kanë pastaj gjithë ato shifra, është vërtet diçka historike ajo që kemi bërë. Programet e vaksinimit, programet e depistimit, shërbimeve të kujdesit para dhe pas lindjes, programet e fertilizimit in vitro, si dhe programet e mbështetjes për gjitha ato nëna dhe ato vajza që përballen me kancerin e gjirit dhe qafës mitrës, janë programe të cilat na kanë krijuar bindjen në dobishmërinë e tyre, sepse kemi ndryshuar jetën e shumë njerëzve, e shumë grave dhe të shumë vajzave. Tani, çfarë mund të thuash se është vërtet për të vënduar në kokë, po e mira jonë është që këta nuk i kemi përballë, i kemi shumë mbrapa. Kështu që ne nuk kemi pse humbasim shumë kohë, ndalojmë të kthehemi mbrapa dhe t'ju themi ej, po shiko se kjo s'është kështu. Sepse përpara ne kemi vetëm sfidat tona dhe kemi horizontin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Por kur flasim, ndërkohë që nuk jo rindërtuan, por nuk normalizuan një maternitet të vetëm, nuk kishte Shqipëria një maternitet ku mos të vinte zor dhe mos të vinte edhe për të vjell nga stresi kur duhet ka përceje pragun dhe ku lavdi Zotit kishte dhe ka mjek dhe mami heronj dhe heroina, se unë nuk e di se ku e gjenë kurajon, ndërkohë që sot ne kemi 6 maternitete tërësisht europiane dhe së shpejti do hapim dyert e një vepre të re në maternitetin tradicional të vjetër historik Mbretëresha Geraldine, që është vërtet një strukturë që tregon në të gjitha anët vlerësimin, ndjeshmërinë dhe respektin ton për gratë, për vajzat, për nënat, për motrat, për bijat. Tek programet e nxitjes punësimit, përmes trajnimeve profesionale, përmes programet të vetë punësimit, përmes subvencionimit pagesave për kopshte e çerdhe, mbulimit kostove të transportit dhe kështu me radhë, ne kemi arritur që numri i grave të punësuara të jetë 63% dhe 28% ishin përfituesit nga programi i startupeve në 2024 gra dhe vajza, në programin e këtij viti, në thirrjen e këtij viti, shkuan në 41% gra dhe vajza. Kemi vite tani më që japim tekstet falas. Duket sikur ka qenë gjithmonë aty. Po në fakt nuk ka qenë gjithmonë aty. Të gjitha familjet pavarësisht të pasura apo të varfra, nëse donin të çonin fëmijët në shkollë, duhet blejnë librat. E çfarë librash? Qamet. Qameti kushtonte shumë para. Deri tani ne kemi paguar 80 milion euro për thuajse qerek milion nxënës që çdo vit marrin librat falas. Për herë të parë, ky shtet jep bursa për nxënësit që vinë nga komunitetet rome dhe egjiptiane. Janë 3500 bursa që marrin fëmijët e familjeve në nevojë dhe që marrin fëmijët e familjeve rome dhe egjiptiane. Dhe unë jam shumë krenar që kemi kandidatën e parë rome për deputet në historinë e Republikës Shqipërisë. Një vajzë absolutisht e shkëlqyer në çdo drejtim, Ina Majko nga Delvina.
Kemi hapur një program të ri të detyrave të shtëpisë në shkollë, që është një histori suksesi që zgjerohet vit pas viti dhe që i ofron një mbështetje të madhe prindërve, por tani ka ardhur koha që duke filluar nga Bashkitë Qendra Qarku të fillojmë programin jashtëzakonisht të nevojshëm për prindrit dhe sidomos për nënat të vaktit të drekës në shkollë. Në mënyrë që prindrit dhe nënat që shkojnë në punë të mos kenë asnjë shqetësim ose asnjë nevojë të shkëputur nga puna se po del fëmia nga shkolla, por fëmijët të tranzitojnë nga orët e mësimeve përmes drekës në shkollë në orët e pasdites, ku kemi krijuar edhe hapësirë për sportin. Janë 12.000 fëmijë sot të angazhuar në ekipe sportive në shkolla. Duam dhe do të shtojmë disiplinat, se nuk do bëhen gjithë voleybollistë dhe basketbollistë, dhe duam që këtë numër ta çojmë në të paktën 20.000. Ndërkohë që nga ana tjetër do të zgjerojmë më tutje programet e artit dhe të zeve në shkollë, si dhe programin e fermës në shkollë. Por nuk janë vetëm mësuesit për fëmijët me aftësi speciale, por janë edhe psikologët dhe punonjësit social që ne kemi futur në shkolla dhe i kemi shtrirë në të gjithë rrjetin ton arsimor, bashkë me oficerët e sigurisë, që janë një komponent i ri, që do të shtrihet më tej, në ndërkohë që do të mbështeten, dhe siguria në shkollë do të mbështetet nga një sistem tërësisht inovativ kamerash inteligjente, jo vetëm në shkollë, në oborr, në korridor, por edhe në çdo klasë. Dhe kështu falë edhe partnerit shumë të sigurt që kemi Qeverisë së Emiratit Bashkuara, mbi projektin dhe financimin që e kemi të garantuar, do të realizojmë një projekt sigurie për shkollat që do të jetë avangard të paktën për rajonin tonë. Tani, kur shikon që kemi ndërtuar 53 spitale, dhe nga këto 10 spitale janë ndërtuar krejtësisht rishtas se nuk kanë ekzistuar. Ndërkohë që 43 të tjerët janë shëmbur komplet dhe janë bërë nga e para praktikisht, dhe kur ke përballë ose nga mbrapa, specie që kuajnë për shëndetësinë, lind një pyetje. Na tregoni kur është ndërtuar në Shqipëri spitali i fundit para se ne të merrim detyrën. Na tregoni një spital që është ndërtuar nga e para se ne të merrim detyrën. Duhet të hedhim vështrimin shumë vite më parë. Duhet të shkojmë në vitet 70, duhet të zbresim në vitet 60, duhet të kalojmë në vitet 50, duhet të kalojmë luftën, sepse nuk është as pak humor. Në spitalin e Korçës, sot kantieri ynë vë dorë të shtetit pas 100 vjetësh. Para 100 vjetësh është vëndora për e të fundit. 450 shkolla të reja dhe kopshte, të gjitha europiane, dhe jo shkolla si në çdo vend dhe si kudo në Europë, po shkolla si shkollat e mira të Europës. Dhe 200 të tjera janë në plan të ndërtohen në mandatin e 4. Ndërkohë që jam shumë i energjizuar dhe më vjen shumë mirë ta ndaj me ju sot faktin, dhe këtu do ta mbyll me këtë pjesë, se ju dini që unë flas shkurt, faktin që po se nuk qëllon asnjëherë flitet në mënyrë shteruse për gjithë këto gjëra, dhe ky është vendi i dur, koha e dur, me njerëz të dur. Faktin që e kemi hapur trasen për të ndërtuar 2 ose 3 aleanca shumë të mëdha strategjike që do shndrojnë. Bani mend sot këtë fjalë dhe në 2030-ën, me ndihmën e Zotit, do
shikohemi përsëri, se do vinë mbështesim kryeministren Grua, do shikohemi për tani do fillojnë gjithë do shikohemi përsëri në 2030-ën. Ja, keni parë, jo, a mund të imagjinoni të shkoni në një takim të madh dhe një grua të fishkëllej? Keni parë? Ja. Keni parë? Dihet. Tha Elisa, vetëm unë jam këtu, jo më që nga dhe një bilbil tjetër këtu. Pusho tani. O rrush, pusho. Qendrën spitalore universitare Nën Tereza do ta shndrojmë në ekselencën e rajonit tonë. Do të bëhet falë gjithë bazës që kemi vendosur, dhe po ju them, kemi bërë shumë diskutime, kanë bërë vizita ata me cilët ne duan të bëjmë të aleanca, dhe po ja u them sinqerisht, janë impresionuar nga situata e qendrës spitalore universitare, sepse nuk e mendonin në atë nivel investimesh, por do ta bëjmë qendrën spitalore universitare që askush mos ketë nevojë të shkojë askund për të marrë shërbimet më të specializuara, po t'i marrë këtu në Shqipëri. Dhe paralelisht me qendrën spitalore universitare do të bashkëngjisim me Universitetin tonë mjekësisë, një nga universitetet më të mira të Europës, dhe Universiteti i Mjekësisë do të bëhet një destinacion akademik jo vetëm për studentët shqiptarë, por për studentë nga gjithë Europa, këtu në Tiranë. Tani, të dashura shoqe, fillon fjalimi i dytë. 4 vjet më parë është e rëndësishme, apo jo? 4 vjet më parë ishte një kohë kur ne po dilnim nga perimetri një tërmeti shkatrimtar dhe ishim në mesin e pandemisë që gjunjëzoi gjithë botën dhe bënim fushatën me maska edhe me distanca sociale. Dhe sot, kur sovrani popull do hyjë në ditët e reflektimit dhe të gjykimit 3 ditor para se tot fjalën e vet në 11 maj, ne ka nevojë, si gjithmonë në këto raste, që kujtohemi vetë se nga jemi nisur, çfarë kemi kaluar për të arritur këtu, dhe pastaj të kujtojmë dhe tjerë. Sepse vetëm duke mos harruar nga vim, mund të shohim me qartësi ku jemi dhe mbi të gjitha mund të projektohemi me siguri në të ardhmen. 4 vjet më parë, si sot, Shqipëria ishte peng, ishte kapur peng nga dinamikat brenda Bashkimit Evropian dhe procesi i fillimit negociatave merrej dhe kthehej mbrapsht duke u refuzuar herë një vend, herë 2 vende, prap ai vendi tjetër, që vinin veton për arsyet e tyre, dhe e vërteta është që dhe vetë BE-ja nuk ishte entuziaste për të nxitur zgjerimin. Ne nuk u dorëzuam asnjë ditë dhe gjitha ato zhgënjime nga ato refuzime arbitrare, si dhe gjitha ato helmin që pastaj përgatitej dhe hidhej këtu në të gjitha pjatat e shqiptarëve, sa herë hapnin penxheret e atyre berberhaneve televizive, e kthyem në një forcë të shtuar dhe vazhduam me një ide të vetme. Ne duhet t'i shikojmë të gjitha hapat që bën një vend kur hap negociatat dhe duhet t'i bëjmë njësoj sikur i kemi hapur. Kur ata të vinë të jenë gati, ne do jemi shumë më përpara se sa të rrim presim që të fillojmë kur ata të jenë gati. Dhe faktikisht kështu ndodhi. Nga ana tjetër, e ngritëm Shqipërinë çdo vit në më lart. Emrin e Shqipërisë dhe pozicionin e flamurit të Shqipërisë.
ndërkombëtarisht, aty ku s'kishte qenë kurrë më përpara, deri në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ndërkohë që Tiranën këtu e kthyem në pikën e referimit ndërkombëtar për rajonin. Dhe erdhën në Shqipëri për herë të parë të gjithë udhëheqësit e Bashkimit Evropian në të parën mbledhje jashtë Bashkimit Evropian. Jashtë Bashkimit Evropian. Dhe nuk e bën prap. Të tjerat prap atje në Bashkimin Evropian. Por s'kishim parë gjë akoma as ne vetë, se në 16 maj, në këtë 16 maj, 5 ditë mbasi juve ta keni hedhur atë pëlhurën në rozë në të gjithë Shqipërinë, mu këtu, ja këtu ku jeni ju sot, do jenë të ulur për shfaqjen e mirëseardhjes të gjithë udhëheqësit e të gjithë vendeve demokratike të Europës për samitin e Komunitetit Politik Evropian. Ndërkohë që në 2027 tek sheshi përballë do zbarkojnë të gjithë udhëheqësit e Aleancës Atlantikut Veriut për samitin e NATO-s në Shqipëri. Negociatat i hapëm dhe sot jemi aty ku as nuk mund të imagjinoj fare kur ne morëm detyrën. Shqipëria ishte një emër që vetëm ju shkaktonte stres të huajve dhe vlerësoi më shumë si problem i Europës se sa si një antar i mundshëm i familjes europiane. Sot e kemi në tavolinë planin e dakordsuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur negociatat për 2 vjet dhe për herë të parë kemi në dorë ne, unë, ju, të gjithë dhe të gjitha ato që janë jashtë një mundësi historike, reale, aktuale, që të hyjmë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Sepse yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Për herë të parë janë rreshtuar yjet në favorin tonë, se për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hyjmë sa më parë në BE, po për herë të parë është dhe BE-ja që do që ta marrë në gjirin e vet. Dhe prandaj po negociojmë si të çmendur për ta mbyllur në 3 vjet një proces që për të tjerët ka zgjatur shumë më tepër. Dhe me qëra fjala se para ca ditësh atë ca javësh doli këneta, nuk kam konferenca, nuk kam hapje kapitull të tjerë, madje Bufi tha që mua më kishin dënuar, më kishin lënë pa ngrënë se isha sjell si bandit. Kur sot u publikua data 14 prill, do me thënë të hënën, për konferencën e 4 dhe do hapim një seri tjetër kapitull. Tani, juve i dëgjoni me siguri, nuk do të diskutoj fare, ata që thonë për çfarë është ky muhabet. Edi Rama 12 vjet kishte kohë të na fuste në BE, tani thot më jepni dhe një mandat tjetër dhe 4 vjet, se tani do ju fus në BE. Thuajini atyre që Mali i Zi i ka nisur negociatat në 2012, kur ne nuk kishim ardhur akoma në qeveri. Dhe Shqipëria, jo që nuk ishte vend kandidat, po ishte delezez. Sot ne jemi në të njëjtin pozicion me Malin e Zi, dhe së bashku me Malin e Zi konsiderohemi 2 vendet më pranë hyrjes në Bashkimin Evropian. Kur t'ju tundin kokën si kompetent, se e kanë këtë, sidomos burrat shqiptar e kanë këtë që bëjnë kompetentin dhe sa më pak din, aq më kompetent janë, thuajuni që Serbia i ka nisur negociatat në 2014. Dhe deri dje ne serbisi shikonim targën kur i thonë Tiranësit këtu. Se ishte shumë përpara. Ndërsa sot Serbia është mbrapa nesh. Dhe ne jemi vetëm 2 vjet larg nga mbyllja e negociatave. Ndërsa kemi edhe një fshinjë tjetër, Maqedoninë. Ndruan emër ata.
Imaginon ndonjëra nga ju të ndrojë emër për të marrë burr. Nëse një dashuri e madhe mund ta bëj, po në fund fare parafytyroheni të ndrosh emër për të marrë burr dhe burri thotë nuk të du. Ndruan emër në 2005. U ishin kandidat në 2005. Ndruan dhe emër dhe janë mbrapa nesh. Prandaj, kush e do Shqipërinë bëj? Kush e do këtë vend të bëj prokopi? Duhet ta doj më shumë se partinë. Duhet ta doj flamurin kombëtar më shumë se flamurin e kënetës, sidomos. Dhe të çdo moçalishte rreth saj, se janë krijuar dhe këto moçalishte të reja, që të re kanë vetëm moshën e bufit vogël aty. Dhe duhet si qytetarët na bashkohet në 11 maj, njësoj si që bashkuan shumë njerëz si qytetarë me PD-n në vitin 1992, sepse më shumë se sa më pëlqen PD-ja, s'më pëlqen PD-ja, vendimtar në atë moment ishte fakti se ishte koha e dur, vendi i dur për të ndarë një e mirë nga një epokë dhe për të hapur një epokë të re, dhe PD-ja ishte vetëm një zgjedhje e dur. Po njësoj është sot Partia Socialiste. E vetëm një zgjedhje e dur, në vendin e dur, në kohën e dur, për të vazhduar punën ditë-natë dhe mbyllur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu ata që do ta dëgjojnë këtë apel nuk do bëhen antarë të PS-s, as do vendosin të ndrojnë emrin në testrën e partisë. Ta mbajnë, madje ta mbajnë testrën e partisë, po ta thajnë kënetën që të shpëtojnë dhe partinë e tyre. Dhe t'i japin shtys vendit, por më e rëndësishme të ndihmojnë që Shqipëria t'i japi një mesazh për te i kufive partijak të gjitha vendet BE-s. Ne, populli shqiptar, pa dallim bindjesh partijake, e duam Shqipërinë sa më parë në familjen e Bashkuar Evropiane. Tani ke dëgjuar bufin ju kur flet se për hir të vërtetës unë nuk e ndjek, po më vijnë këto të meme me ato zëra. Edhe më thonë që i fiket lampa çdo ditë, ka i fiket lampe dhe ikën. Kishte thënë për shembull që taksat i vjedhin qytetarët. Natyrisht është lampa që fiket, nuk është se ai vërtet e mendon këtë. Po keni dëgjuar që thonë tani që nuk është prioritet hyrja në Bashkimin Evropian. Prioritet është Shqipëria madhështore. Po kur thonë ta shkrim SPAK-un në 12 maj, keni dëgjuar? Po kur flasin për Amerikën edhe për presidentin amerikan, sikur e kanë një komshi që hyn e dalin për salë Skosi, e keni dëgjuar? Edhe për të krijuar idenë që vërtet hyn e dalin për salë Skosi, në shtëpinë e bardhë, sa në Kënet, sa në shtëpinë e bardhë, sa në shtëpinë e bardhë, sa në Kënet, kanë paguar me të gjithë puplat e kokës edhe të trupit bufit edhe një këshilltar, që e quajnë dhe magjistari, dhe përpiqen t'i trullosin këtë munden. Erdhi sherifi, erdhi Latifi. Bufi e di, këtë ju siguroj unë që e di më mirë se unë. Më mirë se ju, më mirë se të gjithë, që vetëm një magji mund ta shpëtojë nga disfata. Dhe disfatën në 11 maj do e ketë më të madhen që nga 97. Magjia do t'i ndodhi
Problemi është do i ndodhi sprafthi. Edhe pastaj hajde dëgjoj kur dalin thonë na kanë bërë magji, na i morën, i kishim aty në kuti, na i vodhën. Po tani harrojni gjitha, zëreni se nuk janë ata që janë. Tani si mundet, seriozisht, se kam me ju, e kam me ata që duhet atë gjojnë të, si mundet që një njeri normal, shqiptar, dhe shqiptarëve në përgjithësi si aha qeni Shkopi, që ka minimumin e respektit për veten e vetë. Pra që pranon të mbylli syt, pranon të mbylli veshët, pranon dhe ta talli qik veten se hajtë mos jemi bashkë, po tallim qik, po sidoqoftë deri këtu, si mund ta marrë seriozisht dhe t'i japi votën një force politike që e quan veten aleanca madhështore. Unë jam shumë i habitur, vërtet, të ulesh, të mendosh, si ta quajmë, si çajmë do i vëmë kësaj? Madhështore. Ne jemi madhështorë, do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Dhe pastaj, slogani thot për Peqinin madhështor, për Mamurasin madhështor, për Shkodrën, Vlorën madhështore, për Shqipërinë madhështore. Domthon këtë lloj fushate dhe këtë lloj slogani e prodhon vetëm një çmendin. Vetëm një çmendin. Aty ku njëri thot jam Napoleon Bonaparte, tjetri thot jam Gjon Kastrioti, vetëm aty. Si mund dalë tash njeriu nga shtëpia, imagjinoni ditë e diel, çohet njeriu, zgjohet, vishet, burra me burra dhe kam, ose grad nuk kam për të shkuar atje, unë e di. Grad nuk kam për të shkuar atje, po do ta shikojmë rrugës, po me burra. Rruhet, qethet, rregullohet, vishet, shkon atje, edhe hedh votën në një kënet kaq madhështore. Edhe kthehet krenar dhe thot sot mbaroj u mbyll epoka e të vinë Kristaq Ramës. Si ka mundësi? A i ka vërtet Shqipëria ka shumë budallëj, mendoni ju? Sinqerisht. A ka shumë budallëj Shqipëri që ta bëjnë gjithë këtë? Se që ka në krye të këtyre një tuf delirantësh që mendojnë që janë madhështorë dhe që do bëjnë madhështinë gjithandej, këta e morën vesh, po janë kaq shumë budallet që do i shkojnë mbrapa, ky do jetë kurioziteti më i madh i 11 banjë. Megjithatë, kjo është rruga e tyre, është rruga e fatit të tyre, e kanë zgjedhur vetë, ti shkojnë deri në fund, ne nuk i pengojmë, si gjithmonë, premtime, përbetime, madhështore, deri ditën e zgjedhjeve. Pastaj do dëgjojmë thirrjet madhështore në darkë, fituam, ik, largohu, fituam. Do dalin dhe ca makina madhështore me ca flamuj, edhe do t'i bien ca burive madhështore, dhe pastaj fillojnë klithmat madhështore për vjedhjen madhështore të një fitore madhështore deri në zgjedhjet e tjera. Ne kemi rrugën tonë, s'ka lidhje me këta fare, e cila këtë herë është shumë e veçantë sepse nuk është rruga e një fitore thjesht aritmetike për partinë tonë, por është rruga për një fitore gjeopolitike për Shqipërinë tonë. Prandaj, në 11 maj, të gjitha ju, drejtuesit dhe koordinatorët e Partisë Socialiste, së bashku me të gjitha gratë dhe vajzat kryetaret e Organizatës Socialiste, së bashku me të gjitha anëtarët e familjes tonë, duhet të shkoni dermder dhe të mos lini shoqe, mos lini fqinje, mos lini kunat, se kunatat janë më të rëndësishme dhe më të rrezikshme. Mos lini të njohur, mos lini nën e vajz pa i thënë që nuk ka asgjë madhështore askund. Ka vetëm një gjë kombëtare
patriotike, qytetare për të bërë, për t'i dhënë një shtys negociatave, për të mbyllur procesin. Dhe kjo lidhet me të gjithë votuesit shqiptar. Siç lidhet me çdo votues, edhe nevoja që të jetë qytetar i barabartë i Bashkimit Evropian. Prandaj mos harroni dhe diçka tjetër që këto zgjedhje janë zgjedhjet më të rëndësishme për votuesit e parë. Votuesit e parë janë një kategori në vete. Ju e dini shumë mirë se shumica juaj ka edhe çunat. Gocat është më okej, po çunat votues të parë, por është shumë e rëndësishme që të gjithëve tu tregohet, tu flitet nënave të tyre dhe tu thuhet çfarë rëndësie, çfarë vlere konkrete ka hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian për familjen e tyre, po sidomos për fëmijët e tyre. Tu tregoni që ajo zbritja në aeroport apo në përport në Itali, në Greqi, hyrja në çdo pikë në Bashkimin Evropian, ku ka 35 vjet që sa zbresim atje, na tregojnë me gisht ton dilit që ka dhe. 35 vjet. Edhe na fusin në një radhë si delet, ndërkohë që italiane, greke, ku di unë, hikin, avullojnë. Edhe fillon një histori kontrolli, ku po shkon, qa do bësh, kush s'ka ftuar, a ke lek, as ke lek, sa lek ke, a je sigur që i ke, po se mos ke më shumë, po a ke hotel, e pastaj, kur do kthehesh, kur do ikë? Keni dëgjuar në njerë, të prisni një ikë dera të kur do ikësh? Kjo mund të marrë i fund. Kjo mund të marrë i fund, dhe fundi i kësaj fillon në 11 maj. Ashtu si kundër, tu tregoni dhe të shpjegoni se dëgjoj që thonë për çfarë duhet ne pasaporta. Ne kemi pasaportën, ne s'kemi viza. Viza ne s'kemi për të lëviz. Po ama ne nuk kemi të drejtë të ndalojmë. Ne jemi hik, edhe kur do ikësh? Ndalo, kur do kthehesh? Kështu që prandaj ne duhet investojmë votën në 11 maj që çdo shqiptar dhe çdo shqiptare të ketë atë pasaportën e Bashkimit Evropian dhe në momentin që aty tek pasaporta jonë shkruhet dhe Bashkimi Evropian krahas Republikës Shqipërisë, ne jo vetëm që nuk kemi më ato korridoret e veçanta dhe hym e dalim në çdo kufi të BE-s, po kemi dhe liri të ndalojmë në çdo vend të BE-s ku të duam. Me pasaportën, me këtë pasaport, Shqipëria bëhet sa BE-ja. Dhe BE-ja bëhet sa Shqipëria, faktikisht, sepse nuk ka më asnjë pengesë, asnjë kufi, asnjë dallim, njësoj si të nisesh nga Shkodra të shkosh në Korçë, që asnjëri nuk thot ku po shkon, as kur do kthehesh. Mund të nisesh nga Tirana të shkosh në Lisbon, mund të shkosh në Varshavë, mund të shkosh në Paris, mund të shkosh në Berlin, mund të shkosh në Stockholm, është e njëjta gjë komplet. Dhe për fëmijët që janë sot 14, 13, 12, 11, 10 edhe më poshtë, dhe që nesër prindit duan t'i çojnë të studiojnë në Bashkimin Evropian, vajzat e djemtë e Shqipërisë mund të studiojnë çdo universitet njësoj me po ato kushte, me ato tarifa si studentë e Bashkimit Evropian dhe jo më si studentë të huaj. Me tarifa tjera, me kuota, kur do kthehesh, sa do rish e kështu me radhë. Por edhe për punën, me atë pasaport, çdo shqiptar mund të shkojë dhe të tentojë të punojë ku të dojë, në çdo vend, me të njëjtat të drejta dhe të përfitoj të njëjtat sigurime shoqërore dhe shëndetësore të atij shteti ku punësohet në Bashkimin Evropian. Po ashtu edhe hyrja dalja në shumë vende që s'janë në BE na lehtësohet me atë pasaport. Ndërkohë që ndryshon komplet qasja ndaj institucioneve të ligjit dhe
të gjitha të drejtat përpara atyre institucioneve janë të garantuar njësoj si drejtat e çdo qytetari tjetër. Sa herë na ndodh ne që një qytetar shqiptar ka një hall me institucionet atje dhe nuk e zgjidh dot, jo ambasada, jo shteti, jo portalet, ndërkohë që kur ke atë pasaport, ato institucione janë të tuat. Të gjithë emigrantët sot në Greqi kanë problemin e pensionit. Ne kemi filluar të negociojmë me Greqinë. Mezi e mbyllëm me Italinë, burokracia italiane pa fund, kaloi këtu e kaloi aty, dje është vënë dhe firma e fundit, me sa jam informuar, por u them emigrantëve, nëse ne në 11 maj marrim një mandat shumë fort dhe mbyllim negociatat në 2027 dhe Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian, pensionet e të gjithë atyre që jetojnë në BE shqiptarëve njihen automatikisht. Nuk ka më nevojë për dhe madje ti nuk ke nevojë të marrësh pasaportën italiane apo greke që të konkurosh si qytetar i BE-s në zgjedhjet vendore atje. Do të bëhesh kryetar komune, kryetar bashkie, do të bëhesh antar e këshillit, nuk ke nevojë për pasaportën italiane apo greke. Mjafton ajo shqiptarja me Bashkimin Evropian. Po kështu, me atë mund të konkurosh për të shkuar në Parlamentin Evropian. I vetmi nivel që duhet pasaporta atij vendi është kur do të bëhesh deputet në atë vend. Ndërsa Shqipëria do të ketë përfaqësuesit e vet në Parlamentin Evropian. Do të ketë përfaqësuesin e vet në qeverinë, në Komisionin Evropian. Prandaj duhet çuar mesazhe shumë fort dhe duhet çuar në zemrën e çdo vajze, duhet çuar në mendjen e çdo gruaje shumë qartë. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade, na duhet thjesht mandati i 4, por na duhet një mandat i 4, jo aritmetikisht, por i mandati 4 më i fortë se 3 mandate deri sot. Prandaj kush e do atë pasaport duhet votojë Partia Socialiste, duhet votojë numrin 5 dhe ky është ylli jonë në BE. E kemi në dorë. Edhe për demokratët është më e thjeshtë se dora i bie të jetë blu, se blu është flamuri i BE-s. Kështu që këtë yllin që na ka ardhur në dorë, ne nuk duhet ta lëshojmë. Po duhet ta mbajmë fort në dorë dhe duhet ta çojmë dhe ta vendosim në qellin e Bashkimit Evropian. Tani ka disa që duhet thonë, po ç'na duhet ne pasaporta e BE-s, ç'na duhen gjithë ato, ne do rrim në Shqipëri. Çfarë do na duhet në BE? Ne do rrim në Shqipëri, se edhe këta kneta thonë, ne na duhet Shqipëria. Tani për Shqipërinë duhet i thoni që ne nuk duam ta ndarsohemi në BE dhe s'duam ta ndarësojmë Shqipërinë në BE që Shqipëria të iki në ndonjë vend tjetër. Ne duam që ta sillim BE-n këtu, që Shqipëria të jetë pjesë e BE-s. Duke u bërë pjesë e kësaj familje, atëherë ne kemi një Shqipëri më të sigurt, kemi një Shqipëri më të drejtë, kemi dhe një Shqipëri më të mirëqenë. Pse? Më të sigurt, sepse në kohët që po vinë, për botën, ne shohim që do jenë shumë sfiduese. Do jenë shumë sfiduese situatat. Dhe prandaj BE-ja po shtrëngon gjithë radhët dhe po synon edhe të zgjerohet për të rritur kapacitetet mbrojtëse, duke krijuar bazën tani për një mbrojtje europiane që të operojë edhe pavarësisht nga NATO. Pra është çështje sigurie. Dhe për herë të parë, qysh ka 1983, kur bëhet anketa për mbështetjen e popujve të BE-s për BE-n, për herë të parë, sot mbështetja e popujve të BE-s për BE-n është më e larta se çka qenë qysh ka 1983, sepse të përgëdhelur nga shumë të mira,
s'kishim pa në as luft, I duke I lufta që është dokumentar, bardhëzi, filluan ta kuptojnë dhe tani po e shohin që kjo BE-ja nuk është një shtëpi nga e cila duhet hikim, siç shikën britanikët dhe spodin ku kanë kokën akoma. Kjo BE-ja është shtëpia ku duhet të jemi të gjithë bashku. Dhe për ne, shqiptarët, kjo është dhe më shumë se kaq. Skënderbeu, kur ishte Skënderbeu që i vuri barikad perandorisë, s'kishte BE. Por ama I vuri gjoksin dhe mbrojti Europën. Kur Ismail Qemali ngriti flamurin, s'kishte BE. Por ama syt ishin nga Europa. Kur rilindasit vendosën alfabetin dhe I dhanë frym rilindjes kombëtare, s'kishte BE. Po na infrashri tha, dielli për ne linda ndej nga Perëndon. Ky është një amanet shumë I vjetër, nuk është një histori kaq mohabet portalesh edhe socialesh. Ndërkohë që për drejtësinë ne na duhet BE-ja patjetër. Si mund të rrim ne, si mund t'i lini ju nënat e këtij vendi fëmijët në mëshirën e kujt do vinë qeveri, jo e shkriva spakun, jo e vura spakun. Jo e pranova, jo se pranova drejtësinë e pavarur, jo ja dhanë shpatën, jo ja morën shpatën. Ne morëm një vendim historik dhe hodhëm një hap historik si Parti Socialiste. Dorëzuam tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që rrinte te zyra e kryeministrit që nga 1912, që nga 1912. Nuk ka pas në Shqipëri ndonjëherë prokuror të pavarur e gjykatës pavarur që të thrasin në pyetje, që të hetojnë apo që të dënojnë figura të lidhura me pushtetin politik. Keni parë ndonjë? Po, ka pas. Ka pas mbret, ka pas diktator, ka pas edhe një president, sot është I transformuar në buf kënete, që kanë goditur kundërshtarët politik. Nuk është rasti që Shqipëria, burgosurin e fundit politike ka pasur në periudhën pas shëmbjes diktaturës. Fatos Nano, po. Sepse shpata e drejtësisë ishte në dorën e të parit të qeverisë. Ne e dorëzuam shpatën. Por, që ta garantojmë që ajo shpatë nuk kthehet më kurrë në duart e pushtetit politik, duhet të hyjmë urgjentisht në Bashkimin Evropian. Se vetëm aty nuk të lënë në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian njerëzve të vendi duhet për lirinë e tyre individuale që mos ta bërin diskutim asnjëri. Kjo nuk është çështje e Edit e tjetër. Kjo është çështja e institucioneve, të cilat ne nuk I kemi akoma aq të forta. Atje në BE ndryshon. Kjo është çështja e barazisë para ligjit që BE-ja e garanton. Dhe është çështje mirëqenie sepse imagjinojeni, gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare, ne kemi pasur diçka më shumë se 1 miliard euro mbështetje nga BE-ja. 90% kredi. Kredi të buta apo kredi. Në momentin që ne hym në BE, kemi diçka më shumë se 1 miliard çdo vit, 90% grant. Në gjithë këto vite për bujqësinë, ne kemi marrë nga BE-ja shumë më pak se 200 milion euro. 300 milion euro në vit I marrim sa bëbojmë ata të BE-s. Të gjitha këto janë absolutisht të thjeshta, të kuptueshme dhe të mjaftueshme që njerëzit mos hynë në për dilema absurde a me BE-n, a me kënetën. A me BE-n, a me kënetën. Se kaq e qartë është kjo zgjedhje. Dhe duke ju afruar fundit, dua t'ju them, të dashur amiket shtrenjta, dhe duke falendëruar dhe për durimin, se ne kemi shumë arsye për të qenë krenar për se si I kemi kthyer në punë edhe në rezultate shumë të mëdha për Shqipërinë, mandate dhe një pasqyrshme. Se si e kemi ulur borxhin publik më pak se 55% kur e gjetëm thuajse 80% dhe kur kaluam dhe përmes një tërmeti I pandemie që na u desh ta rrisim për të financuar gjithë ato operacione.
se si të ardhuar për frymi kemi trefishuar nga 3.324 euro në 10.342 euro. Dhe të paktën 15.000 euro do t'i bëjmë në Shqipëri në 2030. Se si kredite këqija i kemi ullur nga niveli i frikshëm, i rrezikshëm, për gjithë sistemin ton financiar, se vetëm atë gjë ditë bëj Bufi Kërnetës, të rrëzoj sistemin financiar 25% në më pak se 5% sot që është normale. Se si pagën mesatare në sektorin publik nga 372 euro, sot e kemi ngritur në 1.000 euro. Dhe sot mësuesit e Shqipërisë e kanë pagën mesatare 950 euro. Shumë më tepër se 1.000 euro e kanë mjekët dhe diçka tek 800 euro e kanë infermierët. Ndërkohë, paga e përgjithshme mesatare, pra kombinuar, ishte 322 euro. Sot është 830 euro. Ndërkohë që në Shqipëri në 2030, pagën e kombinuar mesatare do ta kemi pa diskutim 1.000 euro. Minimumi. Dhe ajo xhevairi i kurorës është prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë. Prodhimi i përgjithshëm bruto ishte më pak se 10 miliard, në 2024 në mbyllëm me thuajse 25 miliard. Pra, pa u zgjatur shumë, arsyet e krenarisë për punën dhe rezultatet e mëdha që kemi arritur me 3 mandatet që na kanë dhënë shqiptarët janë shumë. Por, unë dua t'ju falenderoj dhe t'ju përqafoj dhe t'ju përcjell për sot me arsyen e arsyeve, sipas meje. Arsye për cilën unë mendoj që ne, socialistët dhe progresistët shqiptar, kemi të gjithë të drejtën për të parë në sy çdo shqiptar kur i kërkojmë votën për mandatin e 4. Ajo është ngritja e dinjitetit Shqipërisë në këmbë. Ngritja e dinjitetit Shqipërisë nga një zhgaravim në një linjë të drejtë në sytë të huajve. Dhe fakti që ne i dham marrëdhënieve tona ndërkombëtare një shije që nuk e ka pasur kurrë nëna Shqipëri. Shijen e respektit të munguar gjithmonë. Sot Shqipëria respektohet, vlerësohet dhe dëgjohet si asnjëherë më parë. Dhe pa diskutim, në këtë arsyeve, unë besoj që ato të cilat e kuptojnë më mirë se çfarë po them, janë pikërisht gratë dhe vajzat. Sepse përpjekjet e grave dhe vajzat, gjatë gjithë këtyre viteve shtetbërje demokratike, lufta për të qenë të palënduara në dignitetin njerëzor, dhe për ta shijuar respektin reciprok si një kusht themelor të bashkëjetesës shoqërore, janë simetrike, janë si 2 pika ujë me përpjekjen e Shqipërisë së këtyre viteve për të ndryshuar cilësisht bashkëjetesën e saj ndërshtetërore. Shqipëria në raport me të huajt, në gjithë ato vite, ka vuajtur eksaktësisht atë që keni vuajtur shumë nga ju në raport me botën hajvane mashkullore shqiptare. Dhe po ashtu, unë besoj për këtë arsye që sapo përshkruava, shqiptarët e Europës janë të dytët pas grave dhe vajzave në Shqipëri dhe në Europë, që e kanë pasur hall në vete vendosjen e dinjitetit
dhe të ndjerit të barabarta në një shoqëri kaq mashkullore, që sot ata nuk i shmangen më pyetjes nga je dhe nuk e ulin më kokën kur flitet për Shqipërinë, sepse Shqipëria që nuk e merrte askush seriozisht, sot i bën krenar që të gjithë. Prandaj, për këtë që thash, dhe për ato që thash më parë dhe për të tjera që koha s'ma lejoj t'i them, unë dua që bashkë me ju, në 11 maj, ne të kemi një objektiv brenda objektivit, të marrim mbështetjen më të madhe ndonjëherë nga gratë dhe vajzat e Shqipërisë. Këtu në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, sepse ju e dini prej kohësh, mbase e thash një moment dhe sot, po kush ka me vete gratë dhe vajzat, ka me vete energjinë më të mirë, më pozitive, më të shëndetshme të shoqërisë. Dhe lajmi i mirë është, pavarësisht problematikave të botës mashkullore, lajmi i mirë është që burrat dhe djemtë e mençur shqiptare din shumë mirë këtë që thash. Kështu që me 60% të grave dhe vajzave shqiptare dhe me 45% të burrave dhe djemve, se tjerët nuk i kemi mirë për momentin, ne bëjmë shumicën e fort që i duhet Shqipërisë 2030. Dhe nëse sot mund t'i japim një kuptim duke aktualizuar atë ëndrrën vizionare të rilindasve për Shqipërinë zonjë, Shqipëria bëhet zonjë vetëm kur bëhet zonjë antare e Bashkimit Evropian. Dhe kështu ne çojmë në vend amanetin, të cilin të gjitha zemrat e pastra dhe gjitha mendjet e ndryshuara të vendi e kanë përcjell brez pas brezi, dhe siç u thash, fati e ka dashur, fat shumë i madh që ne të qëllojmë këtu në këtë kohë, në këtë vend dhe të jemi ne ata të cilëve fati na e ka vënë në dorë yllin që na takon ne ta ngjisim në majën e Bashkimit Evropian. Ju falenderoj shumë, me shumë keqardhje për ndërprerje teknike, me bindjen e plot që ai ishte momenti që syri keq na mori të keqen dhe plasi, dhe me premtimin që këto 12 takime të njëkohshme me kryetaret, me drejtuesit, me koordinatorët e Partisë Socialiste, me forcat komando të Partisë Socialiste, do t'i bëjmë në të 12 qarqet me të gjitha gratë anëtare të Partisë Socialiste dhe do të ndezim zjarrin më të madh femëror në historinë e zgjedhjeve dhe do t'jenë gratë dhe vajzat që do t'a prezantojnë bufin me noc rrokun. Unë ju përshëndes edhe ju përqafoj.